Në këtë edicion do të ndiqni. Inspektorati në Gjakov vijon aksionin, lirohen hapësirat publike në disa zona të qytetit. Vazhdon çobitja e ngasësve të pakujdesshëm edhe gjatë orëve të vona. Kfori turk shtron njiftar në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Aksioni për lirimin e hapësirave publike në Gjakov ka vazhduar edhe sot. Në disa zona të qytetit, Inspektoriati Komunal ka vëzhguar nga afër të gjitha shkeljet e bëra nga disa biznese se i përket dhënies së hapësirave publike. Drejtoria e Inspektoratit në komunën e Gjakovës është duke vijuar aksionin për lirimin e hapësirave publike në qytet. Për këtë dukuri, edhe televizioni Syri ka raportuar disa herë përmes kronikave të ndryshme televizive me qëllim të trajtohet secili shqetësim i qytetarit. Sot ndërkaq aksioni ka vazhduar në rrugën Abedin Tërbeshi ku janë larguar të gjitha gjërat e ekspozuara në hapësirë publike nga ana e bizneseve. Kjo është pjesë e njoftimit që e kena bëna disa javë më parë për lirimin e hapësirave publike, ato që shfrytëzohen pa një kontroll valide nga komuna dhe ato që i pengojnë lëvizjen e lirë qytetarëve dhe të komunikacionit. Ai tha se qytetarët janë duke mirëpritur këtë aksion dhe se ka mbështetje të gjerë për lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike. Realisht qytetarët janë duke prit mirë dhe bizneset faleminderit për tyre na kanë mirë kuptuar, domethënë i kanë shfrytzuar ato hapësira, tash nuk mundën me shfrytzu më. Shabani shtoi se qytetarët dhe bizneset mund të bëjnë kërkesë për shfrytëzimin e hapësirave publike, gjithmonë në përputhje me ligjin dhe rregulloret në fuqi. Ato që kanë mundësi më shfrytëzu mundën me marrë me bë kërkesë komune për me marrë me pagu një taks apo një qira që paguhet vjetore, mundën, përndryshe hapësira publike që e pengon lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk mundet më marrë me qira, nuk mundet më shfrytëzu. Nga drejtoria e Inspektoratit në Gjakov u bë ditur se aksionet për lirimin e hapësirave publike do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Zyrtarët policor në Gjakov, bazuar në planin operativ të nisur më 16 shkurt, mbrëm kontrollet e tyre i orientua në disa rrugë të qytetit, duke shqiptuar gjoba për të gjithë ngasësit e pakujdesshëm. Ky plan operativ po zbatohet pas ankesave të shumta nga ana e qytetarëve për zonjën e trotuareve dhe hapësirave përreth. Zyrtarët e komunikacionit të stacionit policor në Gjakov po vazhdojnë të jenë në krye të detyrës për të zbatuar planin operativ të nisur me 16 shkurt që në fokus ka ngasësit e pakujdesshëm që parkojnë makinat në zonat të ndaluara. Mergim Beqiraj nga Task Force a stacionit policor në Gjakov ka folur se çfarë përfshin ky plan operativ. Ashtu si që një ndjeni, nga data 6 majt e këtij muaji, stacioni policor Gjakov ka përballuar një plan operativ për pastrimin e trotuareve, largimin e veturave nga trotuari, po ashtu për përdorim të telefonit, përdorim të rripet sigurisë, ku çdo kundërvajtës i cili parkon veturën në trotuar do të ndeshkohet sipas ligjit. Po ashtu policia do të jetë çdo ditë në rrugë, ku do të vazhdojë derisa të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion do të respektojnë ligjin. Ky plan operativ me shumë përkushtim u realizua edhe gjatë natës së mbrëmshme në disa rrugë të qytetit, shtoi Beqiraj. Në bazë të planit që e keni, sot e kena filluar me rrugë kryesore të qytetit, ku fillimisht kena vazhduar në rrugën Nenën Terez, në Yllmorina, në rrugën Martirë Çerkeze, në rrugën Bujaroka, po ashtu në rrugën OÇK, ku këto rrugë ka pasur ankesa të vazhdueshme nga qytetarët e komunës së Gjakovës. Ky aksion erdhi pas ankesave të shumta nga qytetarët të cilët kanë raportuar vështirësi në qarkullim si pasojë automjeteve të parkuara në trotuare, vendkalime për këmbësor dhe hapësira të dedikuara për persona me nevoja të veçanta. Çdo ditë stacioni ka pranuar informata se ka parkinge ilegale, dhe ku nga këto është krijuar nevoja që të formohet ky plan operativ për lirimin e trotuareve ku këmbësorët të kenë lëvizje të lirë dhe po ashtu edhe persona me aftësi të kufizuar, fëmijët e të tjerë.
Në veçanti, shqetësuese mbetet bllokimi i vendeve të rezervuara për persona me aftësi të kufizuara. Përfaqësues të kësaj kategorie kanë theksuar se shpeshherë detyrohen të presin ose të kërkojnë hapësirë alternative për shkak të mos respektimit të sinjalizimit horizontal dhe vertikal nga disa drejtues automjetesh. Prandaj Beqiraj thotë se aksioni do të vazhdojë edhe për disa ditë të tjera. Ky plan do të vazhdojë derisa të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion të respektojnë ligjen në tërësi, si dhe të shohin se policia është duke vepruar sipas ligjet, ku po ashtu ne i falenderojmë edhe qytetarët e Gjakovës, të cilët janë duke pranuar mirë këtë plan dhe janë duke na respektuar dhe duke respektuar edhe rregullat, ku tash jemi duke parë që kemi më pak gjoba në komunikacion, pasi që qytetarët janë duke respektuar rregullat dhe janë duke i parkuar veturat e tyre në vendet adekuate. Gjatë planit operativ të realizuar në orët të mbrëmjes, njësitë policore kanë shtuar prezencën në teren duke shqiptuar gjoba. Zyrtarët policorë gjithashtu bëjnë të ditur se e gjithë kjo po bëhet me qëllim rritjen e disiplinës në trafik dhe garantimin e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët. Një aksident komunikacioni i ndodhur mbrëm në fshatin Kasaj të Tropojës ka rezultuar me vdekjen e një personi dhe një tjetër personi të lënduar. Sipas policisë, makina ka humbur kontrollin ku ka rënë në humner. Të dy persona fillimisht janë dërguar në spitalin Isa Grezda në Gjakov. Një aksident komunikacioni i ndodhur mbrëm në fshatin Kasaj ka rezultuar me një vdekje dhe një person tjetër të lënduar. Të dy personat janë dërguar në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov, ku sipas doktorit Fisnik Vula, njëri person ka ardhur pa shenja jete, ku është konfirmuar edhe vdekja, ndërsa tjetri pas trajtimit të marrë është jashtë rrezikut për jetë. Një person është lajmëruar që ka qenë pa shenja jete, ndërsa një person tjetër është me një politraum, me lëndim të kokës, lëndim të gjoksit dhe të boshtit kurrizor. Për fat mirë gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë, janë bërë gjitha ekzaminimet e mundshme, me analiza laboratorike, me ekzaminime klinike, është bërë edhe tomografi kompjuterizuar, ku kem pa që të bëjmë me një thyrje të dy brive dhe një unaze të shtyllës kurrizore, unazes lumbare. Ndërkohë, në raportin e policisë së zonës ku ndodhi aksidenti, konfirmohet se aksidenti ka ndodhur në fshatin Kasaj të Tropojës, pasi makina në të cilën po udhëtonte ka rënë në humner. Viktima është dërguar pa shenja jetë në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov, thuhet në raportin policor. Disa banorë në fshatin Madanaj kanë probleme me infrastrukturën rrugore. Të njëjtit pohojnë se qarkullimin ditor e bëjnë në një rrugë pa asfalt dhe vështirë të kalueshme, sidomos në disa pjesë ku ka edhe shembje të dheut. Me këtë problematik infrastrukturore, po ballafaqohen anëtarët e familjes Krasniqi dhe disa familjeve tjera përreth. Kol Krasniqi nga fshati Madanaj e ka vështirësi të përditshme qarkullimin në rrugën drejt shtëpisë së tij, e cila nuk ka asfalt të shtruar, e madje tashmë edhe dheu afër rrugës është shembur, çka përbën rrezik për frekuentimin në këtë zonë. Krasniqi u shpreh se sidomos në kohë të rreshjeve, rruga bëhet edhe më vështirë e kalueshme. Problem je ka shenjë edhe vetë unë nuk kam me kalue, këto ka shem ujtë. Nuk jemi i pari as i mrami, se plet ka me shto probleme. Unë vetëm të kishin më ardhë me një sa me mujtë me kalu une. Lje këto, po nejna edhe me rrugë jena kërsh. Kërsh jena, kur të binë shi, unë me shizë me shatim do të me dalë. Kënajna e pat rrugën se që shan. Shka ku me bo, me pas mundësi të kësha në rejsh vetë, pas s'kom mundësi. Krasniqi shtoi se kërkesa drejt institucioneve është bërë qysh në muajin e kaluar, është vizituar tereni, por nuk është ndërmarrë ndonjë hap dhe se kjo gjendje është që nga shembja e rrugës në fshatin Ramoc, çka në vazhdimsi mund të vështirësoj qarkullimin e automjeteve, sidomos natën. Kum bo ankesën me 16 mujt kalum, jenë kanë 2 herë, kanë fotografu edhe ma kush nuk ka lajmëruar këto të une. Kjo është në fillim kur në shem rruga në Ramoc.
e kanë datën, e kanë shkru më kur, edhe kur e kom ba në kesën. Edhe kom dronë prej kereve, se nuk shojnë tash natën o problem, shka ku më ba. Krasniqi pati edhe një kërkesë drejtuar institucioneve përgjegjëse. Çfarë kërkesë kisha pas kërkesë më ardhë, me në ra mas. Jerë në fillim qita, me këshyrë shka po bëhet, atër për rrugë. Nuk im ka i thonë me shtru dokatit, po vishë sa me mujtë me dalë. Vishë sa me mujtë me dalë. Se jena kajtë bloku me rrugë, çdo një vlla, kajtë kërsh jem për rrugëve. As hala kush nuk ka ardhë më thonë, kujni. Post familjes Sokol Krasniqit edhe 4 familje tjera nuk e kanë rrugën e shtruar për në shtëpi dhe ajo që ka mbetet shqetësuese është se rrezikohet që të shembet e gjithë rruga drejt shtëpisë. Lavdim Beqaj e Ismet Sylaj nga fshati Racaj janë ankuar për infrastrukturën e dobët rrugore në zonën ku banojnë. Në një prononcim për mediumin ton, ata kanë kërkuar ndërhyrje nga institucionet për të paktën sanimin e rrugës që qarkullimi banorëve e gjithsesi edhe i fëmijëve të jetë më i lehtë. Qarkullimi në rrugën drejt shtëpisë është bërë shqetësi me problemi vazhdueshëm Lavdim Beqajt nga fshati Racaj i komunës së Gjakovës. Kjo rrugë tash e sako është e gjitha me baltë, çka vështirëson kalimin e banorëve të zonës, u shpreh Beqaj. Për këtë rrugë, zdi gjo shka me thonë, veç që shpesheni dhe jo vetë, o ljot që ta është i shpirti. Unë i kom, ka dorë zotë, i kom 5-6 fëmijë. Veç me hi, në për qëtë fëmijë, me shku ma shumë fëmija mi, me kom të legta, su kur tërë në shkollë, është kjo punë o vdekje. Jo më shku në komunë një 2-3 herë, nuk ka sanë me këto para zgjedhje, përpun zgjedhje, interesat vetat, e kanë shkysh që spesheni rrugën, edhe mos i nërë kur. Beqaj tregoi se vështirësi mbetet edhe rruga për shkollë, nga se fëmijët detyrohen të qarkullojnë në këtë zonë. Për ditë shkojnë, nështë ka herë shkojnë me kerë, ku ta kanë kerin, ku se kanë kerin, në përqit lëq e shkojnë shkollë, veç fëmija mi jonë nështë a qik, se jonë me kom të legta e të zhyton jonë shkojnë shkollë. Për bojnë edhe hajgare, nështë a fëmija tjerë për i thojnë, që është një ashtu ka zhyt, nuk di ku më shku mo. Një tjetër banor i zonës u shpreh se kjo rrugë tash e sa vite përbën rrezik. Tana e këmo një rrugë që është 100 vjetë se e maj manë shtu, më lakë një nëjë s'ka bova ki vishë, që gjithë sa vjetë, s'ka dukta. Edhe këmo në bodhë balaj për këtë banë, badjoj, kom temin s'ka monë si. Ndërkaq Beqaj mes tjera shtoi se në vazhdimsi u janë drejtuar institucioneve përgjegjëse, komunës së Gjakovës për këtë çështje, që ka vështirësuar jetën e komunitetit që frekuenton atë rrugë, por që deri më tash nuk kanë pranuar asnjë përgjigje konkrete. Kfori turk në bashkëpunim me Bashkësinë Islame në Gjakov mbrëm shtruan iftar të përbashkët për 10 agjërues me qëllim të përhapjes së mesazheve të paqes dhe tolerancës mes vete. Nga Bashkësia Islame në Gjakov thanë se ky iftar synon forcimin e bashkëpunimit dhe afrimitetit me komunitetin lokal, veçanërisht gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Mbrëmja e së hënës në qendër të Gjakovës u karakterizua nga një atmosferë solidariteti dhe bashkimi, ku kfori kontingjenti turk në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Gjakovës shtruan iftar për 10 agjërues. Treza përbashkët të shtruar në parkun e qytetit mblodhi besimtar, familjar dhe qytetar të shumtë të cilët të ndanë së bashku momentin e faljes së akşamit dhe qastin e iftarit. Nga Bashkësia Islame në Gjakov, të cilët kryesisht në këtë aktivitet ndihmuan në aspektin logjistik, thanë se ky iftar synon forcimin e bashkëpunimit dhe afirmitetin me komunitetin lokal, veçanërisht gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ky është iftari i parë i kësaj nate, i cili është shtruar nga kfori turk, në bashkëpunim edhe me Bashkinë Islame apo Këshillin e Bashkisë Islame në Gjakov. Pra bashkëpunimi jonë ka qenë vetëm logjistik, sepse gjitha i ka përgatit ata. Mirë po vlen të theksohet që ky iftar është një iftar i bashkimit të gjithë njerëzve, të gjitha shtresave, qofshin ato skamnore, të varfër, apo dhe të sëmur, apo jetim, po dhe ne si institucion, dhe të tjerë që na u kanë bashkangjit në këtë natë,
që ta bëjmë një iftar të përbashkët, ta ndjejmë njëri tjetrin, bashkohemi dhe të ulemi në këtë sofër që i Madhi Zot të na pranoj agjërimin tonë të cilin e kemi bërë gjatë ditës së sotme. Ndërsa përfaqësues të KFOR-i turku shprehen se mbështetja për komunitetin nuk kufizohet vetëm në aspektin e sigurisë, por edhe në aktivitete që promovojnë mirëkuptimin, respektin dhe bashkëjetesën, ku nga Bashkësia Islame u vlerësua lart ky gest solidariteti, duke e cilësuar si një shembull të mirë të bashkëpunimit ndërinstitucional në shërbim të qytetarëve. Atmosfera mbrëmjes u shoqërua me mesazhe paqeje, tolerance dhe uniteti, duke kthyer këtë iftar në një simbol të harmonisë dhe respektit të ndërsjellët në qytetin e Gjakovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Inspektorati në Gjakov vijon aksionin, lirohen hapësirat publike në disa zona të qytetit. Vazhdon çobitja e ngasësve të pakujdesshëm edhe gjatë orëve të vona. KFOR-i turk shtron iftar në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.